Të nderuar deputet, një skandal i përmasave shumë të mëdha, të pa qarta akoma për nivelin e tyre, ka shpërthyer këtë javë dhe ky është skandali i aeroportit të Vlorës. Skandali i aeroportit të Vlorës te i kalon si skenar çdo skenar tjetër të zhvilluar gjerësot, por dhe çdo skenar filmash. Një ditë të bukur, Edi Rama me Lubi Ballukun vendosin të vjedhin 100 milion dhe shpallin për këtë qëllim ndërtimin e aeroportit më të madh në Ballkan, në qytetin e Vlorës, që si qark mund të ketë gjithsej 180.000 banorë që banojnë aty. Aeroportin më të madh në Ballkan. Dy ministra refuzojnë në mënyrë të prerë të firmosin për këtë mashtrim më të madhin në Ballkan. Sepse për shkak të atij që quhet high risk, kishin përcaktuar aty 120 milion garanci biletash, që dojnë ndalin njëri me tjetrin. Pas kësaj, përsëritet tenderi dhe nuk është më 120, por 140 milion euro garanci biletash. Dhe me qenë se ligji kombëtar dhe ndërkombëtar e kërkon që në rast në aeroporteve të jenë kompani me ekspertizë të certifikuar në ndërtimin e tyre, thirret një kompani turke që e kishte këtë eksperiencë. Natyrisht ajo thirrej si prestonom, sepse tenderi i jepet 48% asaj dhe pjesa tjetër 53% biznesmenit të njohur dhe politikanit të njohur kosovar Bexhet Pacolli, por njëri pa asnjë eksperiencë në fushën e ndërtimeve të aeroporteve, siç kërkon ligji dhe rregulli. Tani çfarë ndodh? Pas firmosjes dokumentave, natyrisht prestonome duhet të ikën në punë vetë. Turku i thot, miru pafshim, se këtu janë Lubia me Ramën e me këta. Si rezultat, aeroporti që kushton me çmimet më të fryra mbi tokë 105 milion euro, takspaguesit shqiptar do paguajnë 140 milion euro për 10 vitet e para. Dhe koncesionari për 30 vite fiton 700 milion euro. Nuk mund të ketë një akt më korruptiv se sa ky. Ndaj dhe
Tani që po vjen fundi, tani kërkojnë aksionet. Tani që vjen fundi, ka disa variante. Një variante është se një grup i fuqishëm droge ka dorëzuar mbi 40 milion euro qeveritarëve, nuk ka dhëna. Po ajo një gjë është e sigurt 100%, që Edi Rama, Belinda Balluku, Taulant Balla, të tre janë të angazhuar gjatë 2 javëve të fundit sipas dokumentave me të gjithë pushtetin e tyre në favor të një ortaku. S'kam asgjë me ortakun, as midis ortakëve, se s'hyet në atë, po fakti që gjithë qeveria shqiptare futet për një ortak, do të thotë që është ortak vetë. Ortak vetë. Dhe e vërteta është që e kam denoncuar këtë krim të paktën 4-5 herë. Nuk kam ditur këto punë të ortakëve, po kam ditur se është dhënë një garancie të mërshme për 600.000 bileta në vit, dhe çfarë do ishte nën 600.000 do e pagunin takspaguesit shqiptar. Në një kohë kur aeroport absolutisht nuk e bën dot 100.000 në muaj, në vit. S'ka ty. Nga Vlora, gjen Kepler Stills, janë maksimumi 25.000 shtretër. Maksimumi. Tazam 30.000. Asnjë më shumë. Ku do shkoj, ku do e këta pasagjer? Do flenë në natyrë? Plus që nga Saranda, me atë rrugë, më mirë të bie të shkosh nga Tepelena së Saranda, e tjerë me radhë. Pra, ky është një gjë të mërshme, një gjobe të mërshme që u bëjnë takspaguesve shqiptarë. Edhe ju kujtohet se si ajo, për të mbuluar vjedhin e saj, u thoshte shqiptarëve që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit. Shko, bëje pistën edhe 500 metra më të madhe dhe del aeroporti më i gjatë në Europë. Ç'do thot ajo? Pra, po zhvillohet një skenar si në Netflix. Si në Netflix, po me personazhe të vërteta.